Kryeministri Mickovski do të pres përgjigje të qartë nga kreu Aleancës për shqiptarët Arben Taravari në pyetjen nëse ai po bashkëpunon me BDI-n. Me shumë gjasa, ata do të takohen nesër, ndërsa pas takimit do të bëhet më e sigurt nëse Taravari do të vazhdojë të jetë pjesë e koalicionit qeverisës. Mickovski zbuloi se çfarë është e papranueshme për të. Дали е точно дека има договор помеѓу партијата на господинот Арбен Таравари и Демократската унија за интеграција, дека во најмалку 5 или 6 општини, да не ги шпекулираме имињата, каде што тој ќе извади кандидати, Демократската унија за интеграција нема да извади своји кандидати за градоначалници, што прво значи себе понижување како политичка партија, а второ дека Тивко ќе го поддржува. Тоа е за мене неприфатливо како председател на владата. Nga ana tjetër, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe vlerësoi se vendin e pret një periudhë shumë dinamike. Ai thotë se nuk është të takuar me Taravarin, por nuk u përgjigj nëse ka mundësi që socialdemokratët të bashkëpunojnë me Taravarin për zgjedhje lokale. Покрај најавите и изјавите дека коалицијата е стабилна, сметам дека тоа што се случува го докажува токму спротивното, кога еден дел од владината коалиција практично се отцепува, тоа е знак дека владината коалиција е нестабилна. Но еве, да почекаме да видиме како ќе се одвива тој процес, има различни најави. Paraprakisht partitë e tjera të koalicionit Vlen vendosën që të bashkohen në një subjekt politik pa aleancën për shqiptarët të Taravarit. Më parë, lideri i BES-s, Bilal Kasami, theksoi se shqiptarët në Maqedoni po konsolidohen në dy forca politike, Vlen dhe BDI, dhe sipas tij, secili që të largohet nga Vlen, largohet me qëllim që të bashkangjitet BDI-s.